Pra ka pasur gjithmonë një luftë midis gjyqtarëve dhe të themi kuvendit apo ekzekutivit, por në shumë vende sot flitet që ekzekutivi dhe legislativi janë një. është duke u eliminuar se të thuash pushteti legislativ. Është teoria kushtetuese dhe në këtë moment troli vendimi i gjykatës kushtetuese që anulloi këtë ligjin që u uli referencën. Pra çfarë u tha? Duhet jeni të kujdesshëm, i tha gjykata kushtetuese, që kur u garantoni paga gjyqtarëve në kuptimin e 938 kushtetueses, nuk mund t'ja hiq, nuk mund t'ja ulni pagën dhe statusin me përjashtim të rasteve kur ka fatkeqësi natyrore apo probleme shumë të mëdha që prekin buxhetin e shtetit dhe që cënojnë njëkohësisht të gjitha klasat, pra jo vetëm gjyqtarët. Kjo ishte gjithë debati dhe diskutimi. Rrim te çështja e buxhetit. Çoçoli, se ju jeni marrë konkretisht. Ky është gjyqi i parë, jo gjyqi i dytë. Okej. Po, tani u bë rritja e madhe e pagave për të gjithë popullatën e ekzekutivit. Paga minimale dhe rrogat në sektorin publik. U rritën të gjitha pagat në sektorin në ekzekutiv. Shumë mirë. Dhe jo vetëm në ekzekutiv, po dhe në institucionet e pavarura. Gjë e lavdërueshme, sepse kishte nevojë për të përmirësuar shpërblimi për të gjithë personat. Edhe do të futesh në rrogë, nuk futesh me ato rroga, po. Po, dhe nuk është absolutisht e pa lavdërueshme. Çfarë ndodhi? Ju rrit rroga çdo punonjësi të administratës shtetërore, çdo kujt, dikujt më shumë, dikujt më pak, edhe si vlerë numerike, dhe shumë mirë që ju rrit, edhe si përqindje në krahasim me pagën e presidentit Republikës, që konsiderohet që është kreu i piramidës shtetërore, me përjashtim të sistemit gjyqësor. Të vetëmve që nuk u rrit asnjë cent, vetëm 500 lekë të vjetra, ishin gjyqtarët dhe prokurorët, sepse për ta u ndryshuan referencat, paga e referencës që u rrit për ta u hoq, dhe u bë një element i pagës së presidentit të Republikës, 0,36 e pagës së presidentit të Republikës. Po ta marrim dhe piramidën, 0,36 e pagës së presidentit të Republikës është fatkeqësisht shumë më poshtë se pjesa më e madhe e të gjithë funksionarëve të këtij shteti. Dhe në këtë pikë, si pushtet, ata thonë neve një të drejtë që na është dhënë, që ne të kemi një status të posaçëm, të paguhemi në mënyrë të përshtatshme, të kemi të drejta dhe status jo në shoqëri vizavi profesioneve të tjera, për shkak se kemi shumë privime në jetën tonë, do duhet ishte i tillë, po shkojmë në gjykat dhe i themi, a e ka zbatuar në thelb këtë dispozitën e 138-s, apo